Mbi 27.000 maturantë u nënshtruan këtë të martë provimit të tretë të maturës shtetërore atë të matematikës. Provimi zgjati 2 orë 30 minuta, ndërkohë si çdo vit u përsërit sërish skema vetëm pak nga nisja e provimit, në rrjetet sociale doli teza. Sërish ministri e Arsimit në një reagim publik tha se kjo gjë nuk ndikonte në mbarvajtjen dhe integritetin e procesit, pasi testimi u zhvillua në zbatime e një sërmasash paraprake, përfshirë kamerat e sigurisë dhe kontrollin në hyrje dhe dalje të nxënësve. Këtë vit Ministri e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që të ketë edhe testet të personalizuara për maturantët që janë me aftësi të kufizuara. Janë ngritur 145 qendra testimi sipas standardeve, ndërsa 640 mësues janë përfshirë në procesin e vlerësimit. Në këtë ditë të rëndësishme për nxënësit, Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu përcollën një mesazh inkurajues për maturantët. Suksese të gjithë maturantëve që nisin pas pak provimit me matematikës të maturës shtetërore. Jepni më të mirën tuaj, shkroi Manastirliu në rrjetet sociale. Provimi i fundit që do të zhvillojë maturantët është ai me zgjedhje me 24 qershor. Provimi me zgjedhje ofron një gamë të gjerë lëndësh, përfshirë shkencat e natyrës, kimi, fizik, biologji, shkencat shoqërore, histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, filozofi dhe sociologji dhe ekonomia, dhe artet, ekonomi, histori arti, histori muzike, histori baleti. Për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, testet modele për provimet e ardhshme janë shpërndarë shumë më herët në të gjithë shkollat, duke i orientuar nxënësit për formatin e provimeve në mënyrë që ato të jenë sa më të përgatitur.